Uniforma ushtarake, granata dhe shokbomba kanë gjetur pjesëtar të kfurit amerikan në një mullinë zveçantë të veriut të Kosovës. Në njoftimin e policisë bëhet e ditur se mjetet e dyshuara janë konfiskuar mbrëmjen e së premtes në fshatin Banjsk, ku shtatorin e 2023-s një grup i armatosur serb pati sulmuar policinë e Kosovës. Policia e Kosovës është njoftuar nga kfori amerikan se në fshatin Banjsk në një mulli të vjetër të braktisur kishin hasur në mjete të dyshimta. Njësitë policore menjëherë kanë reaguar në lidhje me këtë rast, ku më pas kanë konfiskuar mjetet e dyshimta, uniforma ushtarake, 3 gjoksore për mbajtje të armatimit, një palë pantolona, 3 jakne, një maicë, 3 granata dore, 3 karikatorë të zbrasta, 2 shok bomba, një bombë ndriçuese dhe 28 copë fishek të armës së gjatë. Për këtë rast ka nisur menjëherë hetime. Në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitë relevante policore, të gjitha veprimet e ndërmarra i janë paraqitur prokurorit të shtetit, i cili ka urdhëruar inicimin e rastit, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar të armëve. Rasti është nën hetime. Në veri, policia pati gjetur pajisje ushtarake edhe një javë më parë. Në aksionin e 28 shkurtit në fshatin Rodel të Lëpusaviqit, janë konfiskuar uniforma ushtarake, armë dhe municion. E këto pajisje sipas autoriteteve ishin të pjesëtarëve të mbrojtjes civile, e cila është shpallur organizatë terroriste në Kosovë. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla dhe drejtori i policisë Gazmend Hoxha thanë se këto konfiskime në Leposaviq dëshmojnë se pjesëtarët e organizatës terroriste vazhdojnë të jenë aktiv në territorin e Kosovës.